Kryeministri Edi Rama në një deklaratë që e kalon çdo kornizë të komunikimit diplomatik tha publikisht në Rom: Italia mund kërkojë gjithçka dhe ne gjithmonë do të themi po. Kjo fjali e përcjell në sfondin e një marrëveshje për zhvendosjen e migrantëve nga Italia në Shqipëri nuk është thjesht një hiperbolë retorike. Ajo përfaqëson një pozicionim të rrezikshëm dhe të papërgjegjshëm për një vend që aspiron të jetë antar i Bashkimit Evropian. Marrëveshja për krijimin e dy qendrave për përpunimin e kërkesave për azil të emigrantëve në territor shqiptar, e financuar dhe administruar nga Italia, ka nisur të përmendet si një model i ri për menaxhimin e migracionit. Në fakt ajo përfaqëson një model eksperimental ku të drejtat e njerëzit, sovraniteti i vendit pritës dhe transparenca politike janë të pezulluara. Rama nuk deklaroi asnjë kusht për Shqipërinë në këtë marrëveshje. Nuk përmendi standardet që do të zbatohen në këto qendra. Nuk garantoi respektimin e konventave ndërkombëtare për të drejtat e migrantëve. Nuk i bëri asnjë referencë opinionit publik shqiptar i cili nuk është pyetur asnjëherë për këtë marrëveshje. Në vend të një qëndrimi të matur dhe të bazuar në reciprocitet, Rama përqafoi rolin e një vasalit për ulur përballë Romës, në një kohë kur edhe vetë qeveria e Giorgia Melonit po përballet me kritika të ashpra në Itali për dështimin e menaxhimit të migracionit, Shqipëria ofrohet si eksperiment për një politikë që nuk funksionon në tokën italiane dhe nuk ka garanci se do të funksionojë në territorin shqiptar. Kjo marrëveshje nuk është integrim evropian, është instrumentalizim. Ajo e vendos Shqipërinë në pozitën e një vendi të gatshëm të marrë përsipër barrën që vendet e BE-s nuk duan ta përballojnë vetë. E bën këtë pa përfituar asgjë përveç një përqafimi simbolik, diplomatik dhe ndoshta disa fondeve teknike që nuk e kompensojnë asnjë nga kostot politike, sociale dhe të imazhit që kjo marrëveshje do të sjellë. Retorika servile e kryeministrit shqiptar nuk e nderon as qeverinë që përfaqëson, as popullin që e ka votuar, as vendin që përpiqet të ndërtojë një të ardhme si shtet i barabartë në Europë.